Mirë, dhe për të gjitha zhvillimet që vinë nga fushata elektorale që tani më ka nisur, se ku janë përqëndruar palët, por njërë është edhe zhvillimet politike, do t'i diskutojnë në këtë momente me zotin Roland Lami, cili është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, faleminderit zotin Lami që bashkoheni me ne. Përshëndetje. Në materialet e fundit që sapo ndoqëm, ishte pikërisht infrastruktura edhe çështja kryesore ku duket se palët janë shumë larg njëra tjetrës, megjithatë jam e bindur se teksa minutat kalojnë edhe çështjet ndryshojnë. Si e keni parë ju përqendrimin e kampeve në këtë fushat paktën deri në këtë moment? Po, si lexim i parë në mënyrën se si janë prezantuar në fushat është ky që palët kanë refuzuar që të përballen nëpër studio për të prezantuar alternativat e tyre apo programet e tyre. Unë mendoj që është një lajm i keq edhe një hap mbrapa pasi ne ende nuk kemi krijuar traditën e ballafaqimit të figurave kryesore dhe aq më shumë të kandidatëve për kryeministë, të cilët në çdo vend evropian normal përballen me njëri tjetrin përtej aspekteve të tjera se si organizojnë fushatën. Leximi i dytë është ky që tek Partia Demokratike vërehet një formë organizimi klasik, pa risi, pa ndonjë element të ri që e sjell koha, e sjell trendi. Ndoshta mund ta sillte edhe vetë konsulenca e kripur dhe me eksperiencë e Lasavitës, e cila ka korrur suksese me mënyrën se si ka ideuar fushatën tek presidenti Trump. Nuk ndihet kjo frymë risi ende tek Partia Demokratike, ndoshta në ditët vazhdim mund ta surprizoj, po flasim deri tani, ndërsa tek Partia Socialiste ka një rishpikje të vetes duke na ofruar komponent të cilët pavarësisht se mund të paragjykohen apo mund të gjykohen si problematik për shkak se e josh elektoratin drejt spektaklit, zbavitjes, emocionit, ëndrrës, siç është ajo e Europës në 2030, por ka shumë komponent që sot janë element shumë të dukshëm edhe në mënyrën e të bërit fushatave edhe në vendet europiane. E fundit, që do thoja dhe mbylla për këtë pikë parë, është që kjo fushat ende na konsolidon idenë që është një fushat tipike presidenciale ku kryeministrat, kandidat, ai në detyrë dhe ai që tenton të marrë fronin e kryeministrit, zoti Berisha, kanë marrë gjithë vëmendjen e fushatës. Kanë gjithë hapësirën mediatike dhe hapësirën publike e personalizuar. Dhe personalizuar duke gjithmonë kjo. Sigurisht, këtë do e thoya, duke mos lënë hapësirë dhe mundësi kandidatëve të tjerë, pavarësisht se ne kemi në këtë zgjedhje një ndryshim në sistemin zgjedhor ku i jepet hapësirë dhe kandidatëve në listat e pavarur të kenë vëmendje, ndërtojnë fushat, ndërtojnë PR, ende nuk shihet ky komponent. E kuptova. Shihni një kthim pas tek premtimet që ka Partia Demokratike, unë po marr shkas konkretisht tek mbyllja e tunelit të Llogaras, po ka edhe shumë të tjera qoftë me ulje taksash, me biznesin e vogël, me premtimet për barna dhe gjitha këto me radhë. Ka një mungesë risie dhe ndoshta edhe premtime shumë të hapura duke që në opozit? Unë do thoya këtë gjë, ku i vendosa emrin në ndërtim fushate në mënyrë klasike, impresioni i parë që merr është duke sikur po bën një vlerësim, një konsiderat pozitive nga mënyra se si po organizohet fushata. Mund të duket kështu, por duke parë përmbajtjen e programit që mbush këtë mënyrë të organizimit fushatave, kur dalim dhe tek premtime që e Partia Demokratike, vëren që shumica e elementve janë elementë të cilët kanë shoqëruar Partinë Demokratike në mënyrë se si qaset publikut nga 2005 dhe sot. Dhe shikon shumë pak element të ri në qaset se si e imagjinon ndërtim shtetin kjo forcë politike, siç vetë deklaratat konservatore, nesër nëse vjen pushtet. Elementi i dytë, unë do prisja dhe do shpresoja që nga konsulenca amerikane të kishte komponent të cilët janë të dukshëm konservator, siç ishte tek fushata Trump, i cili nuk fshente disa element se si e mendonte ai ndërtimin e shtetit, ndërsa ke Partia Demokratike, siç kemi parë dhe herë të tjera, ka një koktejl mes komponentëve konservatorë në program, siç është ajo e taksës progresive, zhvillimi i tregut, iniciativa e lirë, por në krahun tjetër kemi paketën e dëmshurisë, e cila është një tipike paketë social-demokrate që do ta kishte zili çdo parti social-demokrate në perëndim nga mënyra se si i qaset
varfërisë apo si i qaset problemeve të handikapit që ka me stresës pasur dhe të varfër. Element që nuk i gjen te konservator Trump, nëse do t'i referohet si qasje. A ka ndodhur kjo dhe herë tjera ke Partia Demokratike? Po sigurisht. A është vetëm fenomen i Partisë Demokratike apo është një trend i të gjitha partive, të cilët duke synuar të kënaqin gjithë palët, harrojnë profilin, doktrinën, ideologjinë, të cilën duhet ta kenë si lloj identiteti tyre? Sigurisht po. Edhe po të shikosh dhe partitë e reja, e ke të vështirë që të dallosh diferenca, përveç partisë drejtuar nga Linçori, i cili është qartasi doktrinar, social-demokrat, madje me element të ekstremit të majt, por të gjithë të tjerët janë një déjà vu dhe të gjithë tentojnë të jenë gjithë përfshirës, duke tentuar të kënaqin të gjithë dhe duke menduar se kështu mund të maksimizojnë votën, por harrojnë krahun tjetër që humbin identitetin, humbin profilin dhe nuk bëhen serioz edhe në atë çfarë premtojnë tek elektorati. Tani kjo mungesa e strategjisë nga strategu Lachivita, mos ndoshta ka një ndryshim të rolit të tij edhe të detyrave që ai mund të ketë marrë në fushat, duke u bërë kështu si shoqërues i Sali Berishës, paktën takimet elektorale. Dhe jo diktues? Okej, ne jemi ende herët për ta ndjerë këtë konkluzion, për të kuptuar që kemi një shoqërues që duhet zotit Berisha për të krijuar imazhin dhe idenë në publik që amerikanët janë mbas meje dhe unë kam mbështetjen e tyre, apo i duhet që të ketë edhe vizionin e amerikanëve se si ndërtohet fushata. Deri tani, nga mënyra se si është prezantuar Partia Demokratike, e kemi të vështirë ta besojmë variantin e dytë, pra që konsulenca e Lacavitës po tenton të rikonfigurojë mënyrën se si e percepton dhe si i qaset Partia Demokratike opinionit publik. Se fushata është po njësoj. Siç e tham dhe më përpara, po të shikosh mënyra se si organizon fushat në Partinë Demokratike, nuk ka asnjë dallim nga ajo çfarë bëti zoti Basha më përpara apo dhe zoti Berisha më përpara. Del një fremer, del një papunë, del një studente, del një njeri i cili shan qeverinë për problemet të caktuar dhe del zoti Berisha dhe mbyll fushatën. Kjo është skema klasike e të organizuarit fushatës deri tani të Partisë Demokratike. Pa risi, pa surpriza dhe pa element vizionar që janë sot element moderniteti që ofron fushata, siç janë rrjetet sociale apo shumë komponentë tjerë. Në krahun tjetër, po të jemi të larguar nga të dy palës nga mënyra si organizojnë fushatën, është ekstremi tjetër. Partia Socialiste është një spektakël. Valle, këngë, hare, batuta, tallava, video dhe shumë pak element që kanë të bëjnë me bilancin, me raportin se si qëndron kjo qeverisje vetes dhe vendit, me vizionin se cilët janë mekanizma që janë garanci për të shkuar deri 2030-s drejt Bashkimit Evropian, sepse ne e dim, nuk mjafton vetëm shkrimi i grup kapitujve nëpër letra, po duhet edhe performanca e institucioneve për të besuar dhe për të votuar nga Këshilli Evropian, Parlamenti Evropian e kështu me radhë. Të gjitha këto pra janë komponent që na fusin në një lloj çudie shqiptare, si themi, apo një lloj kritike në mënyrën se si bëjnë fushatat që kene. Mirë. Në fakt tani unë dua që së bashku ndalemi tek zgjedhjet, duke patur parasysh edhe komponentët e rinj që kanë këto zgjedhje dhe kanë parasysh votën e diasporës me gjitha zhvillimet që ishin sot edhe me marrjen e fletës së votimit të votuesit të parë që vjen nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, po nga ana tjetër edhe disa incidente që janë regjistruar qoftë në Lushnjë, edhe dje në Fier, megjithëse situata e Fierit nuk është shumë e qartë nëse ka të bëjë apo jo me çështjen e votave. Ndalemi fillimisht tek ajo që tha edhe kryekomisioneri Celi Bashi ditën e sotme, i cili sqaroi të gjithë procesin, po unë dua t'ju pyes për impaktin që ju prisni të ketë vota diasporës në këto zgjedhje. Vota diasporës tani për llogaritet potencialisht rreth 250.000 votues që llogaritur në një mesatare prodhim mandatesh shkon rreth 24-25 mandate. Nëse do marrim 10.000 vota që kërkohen me mandat shpërndar, sigurisht në qarqe të ndryshme, po e mesatarizojmë aq duhet për të nxjerrë një mandat. Dhe 25 mandate janë goxha për të zbalancuar ekuilibrat mes fituesit dhe humbësit, për të krijuar një pol të ri që nuk e kemi parë deri tani, për të na surprizuar me një lloj për numri vendesh deputetësh në parlament nga partitë e reja, ose mund na blindoj partitë të mëdha, ose të na blindoj ekzekutivin. Të gjitha janë pikë pyetje të cilat janë surpriza që lidhen me votën e diasporës, me arsyeën edhe me logjikën e secilit nga ne, sepse është hera e parë që në Shqipëri i jepet mundësia diasporës. Dhe nëse
partitë politike din deri diku sjelljen elektorale në territorin e Shqipërisë, jashtë territorit të Shqipërisë është shumë e vështirë të sigurohesh se si do të sillet votuesit. Elementi i dytë është mosha, grup mosha votuesit magjoritar të diasporës që do votojnë në këtë zgjedhje, e cila është rreth 18 deri në 40, që ka një sjellje karakteristike të moshës së kësaj moshe, që nuk ngjan me 50, 60 apo me 70, me 90. Sigurisht janë grup moshe të cila janë shumë të orientuar tek të ereja, tek risia, kundër establishmentit përgjithsisht, tentojnë të ndryshojnë një konfigurim të ri politik dhe ne nuk mund ta themi me bindje nëse këto karakteristika do të jenë element që do të orientojnë votën në zgjedhjet që bëhen në Shqipëri. Do të mbetet rezultati që do na tregoj, por në tërësi, ku i referohesh kësaj grup moshe, në vendet të tjera, kryesisht është grup moshë që orientohet këtë rinj, nuk para orientohet tek establishmenti. Flas 18, 30, pastaj 30 e lartë ka një sjellje tjetër. Komponenti tjetër që ju me drejtë e evidentuat, sepse kanë dalë dhe defektet që ka ky proces, ne du të bim dakord që është një proces i vështirë në administrim, është një proces që ndodh për herë të parë, mund të ketë dobësi dhe defekte, nuk kemi në gjendje të themi ende sa do të shfrytëzojnë aktorët politik për të kthyer në bumerang për të atakuar rezultatin e zgjedhjeve, mund të shfrytëzojnë dhe mund të krijojnë alibin pse nuk njohin rezultatin e zgjedhjeve apo pse zgjedhjet janë manipuluar. Kjo do të shikohet shumë nga mënyra se si do të interpretoj palahumse dhe sa do ta egzagjeroj një defekt, një problem që nuk përcakton fituesin dhe humbsin. Në krahun tjetër, mendoj dhe shpresoj që defektet me kalimin e ditëve të reduktohen si të shkoj një mbarvajtje sa më e shëndetshme e procesit zgjedhor. Do jetë shumë interesante në fakt, edhe ne do të kemi mundësi të diskutojmë patjetër edhe rezultatin e votës së diasporës. Komentin e fundit e dua për klimën e fushatës, edhe unë thash në fakt që një komponent i ri mund të konsiderohet SPAK-u me të gjitha task forcat që kanë ngritur në 12 qarqe, ose nuk ka qenë zgjedhjet e shkuara, megjithatë duket në fakt se investimi është shumë i madh në këto zgjedhje. Ne para disa ditësh kemi patur një rast në Lushnjë, një mbështetës i Partisë Demokratike që është kapur, është një çështje në fakt që do ta hetojë SPAK, është marrë një vendim ditën e djeshme nga prokuroria Fierit, ndërsa sot kemi raportuar dhe për ish kryeBashkiakun e Mallakastrës, të afërmit e tij, Agron Kaplanaj, që kanë patur një përplasje me agjentët e BK-s. Çfarë ju thot një klimë e tillë në fushat? Unë do thoja këtë gjë që referuar studimi që ka bërë Instituti i Studimeve Politike në Shqipëri për zonat e nxehta ku mund të ketë potencial përfshirje personash të inkriminuar apo ngjarje me natyrë penale, me karakter penal, siç është Fieri, Durrësi, Shkodra, Elbasani, Tirana, Lezhë, që kanë shkallë lartë potenciali për ngjarje të tilla. Në krahun tjetër, lajmi i mirë është që SPAK-u ka marrë një mbështetje, si themi, dhe ka treguar dhe ka dhënë prova që arrin të ndërhyjë dhe të guxojë tek individ të cilët deri dje ndoshta kanë pasur një mbështetje politike dhe konsideroheshin të paprekur në zona të caktuara që ushtronin aktivitetin e tyre kriminal dhe përdoreshin në situata zgjedhje që të ndikonin për një krah apo një krah tjetër. Elementi tjetër që unë do të shtoja dhe do të thoja është kjo që gara, sistemi zgjedhor që ne kemi zgjedhur, sistem proporcional, me gjysmë lista të mbyllura dhe të hapura, e rrit edhe më shumë tensionin dhe rivalitetin mes kandidatëve dhe tendencën për të përfshirë persona të cilët mund të ndihmojnë një kandidat raport me një kandidat tjetër. Pra, si thua, ne kemi në një anë ne kemi potencialin që disa zona kanë mundësi që të aktivizohen më shumë se disa zona tjetër. Kemi instrumenti që SPAK-u, i cili ndërhyn dhe ka krijuar një lloj presioni dhe frike që nuk ka më persona me imunitet politik që mund të mbrohen nëse shkelin ligjin. Dhe në krahun tjetër është vetë sistemi zgjedhor që e provokon sistemin duke aktivizuar njerëz të cilët janë të gatshëm, aktivizohen shpejt ose kërkojnë që të kontribuojnë që të kenë nesër një imunitet politik që të mos preken, për shkak se sistemi zgjedhor le garën e fortë mes kandidatëve. A do të kemi një ndryshim në këto zgjedhje
nisur nga referencat e veprave penale me prapavi kriminale në këto zgjedhje, raport me zgjedhje tjera, për shkak të spakut, kjo mbetet për të parë. Por, deri tani, gjasat janë që ka një situatë zgjedhore normale, do thoja unë, pa dashur ta egzagjerojmë, apo pa dashur të bëjmë orakullin për të thënë që gjë më e madhe do ndodhen ditët vazhdim. Unë ju falenderoj shumë, zoti Lami, që ishte me mua. Ishte kënaqësi dhe për mua. Faleminderit.